Gjithë ditën e 22 janarit, kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë, Besnik Bislimi dhe Petar Petković, e kaluan në zyrën e emisarit të posaçëm të BE-s për dialogun, Peter Sorensen. Pas një sërtakime shtatorë, në mbrëmje u arrit një dakordim, funksionalizimi i Komisionit të Përbashkët për jetësimin dhe zbatimin e marrëveshjes për të pagjeturit. Zyra përfaqësuesit special të BE-s ta shpret kontribut të rëndësishëm nga të dyja palët. Objektivi i Komisionit të Përbashkët është të mbikëqyrë zbatimin e deklaratës për personat e zhdukur, e cila synon të kontribuojë në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur të mbetur, çka përfshin personat e zhdukur me forcë, të ofrojë përmbyllje për familjet e tyre dhe të nxjesë pajtimin dhe paqen e qëndrueshme. Pritshmëri për zbatimin e saj kanë edhe nga qeveria e Kosovës. Funksionalizimi i Komisionit të Përbashkët mbi marrëveshjen për të pagjeturit është një hap i rëndësishëm drejt zgjidhjes përfundimtare të një çështjeje urgjente dhe kaq të ndjeshme. Në VM pritet që së shpejti të ketë takime të tjera ku do të përcaktohen prioritetet e para për punën e Komisionit. Është tejet e rëndësishme që tashmë marrëveshja të kalojë në zbatimin konkret pas varritjes disa vjeçare. Megjithatë, mos zbatimi i shumë marrëveshjeve në të kaluarën i bën pesimist njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Kjo është një çështje doktrinare që Serbia ndjek nga Kosovës dhe ka të bëjë me arritjen e marrëveshjeve dhe mos zbatimin e tyre. Rinegocimin për një kohë në mënyrë që të fitojë sa më shumë që të jetë mundur edhe në kohë, edhe në strategji, por edhe në pamundësimin e shfaqjes të vërtetës. Vërteta e Serbisë është Kosova, janë krimet që ajo ka kryer ndaj qytetarëve shqiptar të Kosovës dhe për cilën akoma pritet zbardhja e fatit të së paku mbi 1400-sh, nëse nuk jam gabim. Takimi trepalësh për dialogun Kosovë-Serbi ishte i pari për këtë vit në Bruksel. Në takim, zëvendës kryeministri Besnik Bislimi konfirmoi se kanë diskutuar edhe tema të tjera, mirëpo për të cilat do të ketë më shumë angazhim pasi të formohet qeveria e re në Kosovë.